Lajmi i madh për financat. Kush do të pasurohet pa pritur këtë javë? Parat nuk ndryshojnë jetën vetëm kur janë shumë. Ndonjëherë mjafton një mundësi, një vendim ose një lajm për të kthyer gjithë drejtimin financiar të një njeriu. Kjo javë mban një energji të pazakontë dhe, sipas lëvizjeve astrologjike, 4 shenja do të ndodhen përballë zhvillimeve që lidhen drejt për drejt me financat, punën dhe fitimet. Për disa do të jetë një ofertë që nuk pritej. Për të tjerë një pagesë, një bashkëpunim ose një rast që mund të ndryshojë mënyrën si e shohin të ardhmen. Kjo nuk do të thotë se parat bien nga qielli. Do të thotë se universi mund të hapë një derë që deri dje dukej e mbyllur. Nëse shenja jote është mes këtyre 4, mos e dëgjo këtë mesazh me nxitim. Një detaj mund të bëhet arsyeja pse kjo javë do të mbahet mend për një kohë shumë të gjatë. Virgjëresha. Një ark nuk mbushet me një monedhë të vetme, por me zgjedhje të zgjuara të përsëritura në kohë. Pikërisht kjo filozofi mund të shpërblehet gjatë kësaj jave. Një mundësi financiare mund të vijë nga një person që vlerëson seriozitetin dhe përpikmërinë tënde. Në punë mund të propozohet një përgjegjësi e re ose një projekt që sjell të ardhura më të larta në javët që vijnë. Nëse ke menduar të nisësh diçka personale, kjo është periudha kur mund të shfaqen njerëzit e duhur për ta mbështetur. Në dashuri, qetësia financiare do të ndikojë pozitivisht edhe tek marrëdhëniet, duke larguar tensionet që kanë lindur nga pasiguritë. Nëse je vetëm, një njohje e re mund të lidhet me ambientin profesional ose një aktivitet pune. Shëndeti kërkon vetëm më shumë pushim dhe kujdes ndaj lodhjes mendore. Fati yt nuk do të vijë nga rastësia, por nga puna që ke bërë prej muajsh. Këtë herë rezultatet mund të jenë shumë më të mëdha nga sa prisje. Mos refuzo një telefonat, një takim ose një propozim që duket i zakonshëm, sepse aty mund të fillojë kapitulli më fitimprurës i kësaj vere. Ujori. Një ide mund të vlejë më shumë se një thes me ar, nëse lind në momentin e duhur. Kjo javë mund të jetë pikërisht ai moment për ty, një mendim që e kishe lënë pezull mund të kthehet papritur në një mundësi konkrete fitimi. Në punë, dikush mund të kërkojë bashkëpunimin tënd ose të ofrojë një rol që të jep më shumë liri dhe përfitime. Financat tregojnë shenja rritjeje, sidomos nëse nuk e frikë të provosh një rrugë ndryshe nga ajo që ke ndjekur deri tani. Në dashuri, siguria ekonomike do të ndikojë pozitivisht edhe tek emocionet, duke sjellë më shumë qetësi. Nëse je vetëm, një njohje e re mund të vijë përmes punës ose një projekti. Shëndeti përmirësohet kur largon stresin e panevojshëm dhe organizon më mirë kohën. Fati lidhet me guximin për të besuar tek idetë tua. Shumë njerëz do të shohin vetëm rrezikun, ndërsa ti mund të dallosh mundësinë. Pikërisht ky ndryshim këndvështrimi mund të sjellë fitimin që nuk e kishe imagjinuar në fillim të javës. Dashi. Një çelës nuk ka vlerë derisa të hapë derën e duhur dhe kjo javë mund të tregojë se ke mbajtur prej kohësh në duar pikërisht mundësinë që kërkoje. Në punë, një ofertë, një klient ose një bashkëpunim mund të sjellë një ndryshim financiar më të madh nga sa e kishe parashikuar. Nëse ke menduar të kërkosh një rritje page ose të nisësh një projekt personal, energjia e javës favorizon iniciativën. Financat mund të marrin kthes pozitive fal një vendimi që e merr me guxim dhe jo me frikë. Në dashuri, suksesi ekonomik do të japë më shumë siguri dhe do të ndikojë pozitivisht edhe në mënyrën si komunikon me partnerin. Nëse je vetëm, një njohje mund të vijë nëpërmjet punës ose një aktiviteti profesional. Shëndeti kërkon më shumë ekuilibër mes angazhimeve dhe pushimit, sepse ritmi do të jetë i lartë. Fati nuk do të vijë si dhuratë, por si shpërblim për vendimet që merr pa hezitim. Mos e nënvlerëso një mundësi që shfaqet pa pritur, sepse ajo mund të jetë fillimi i një periudhe me më shumë të ardhura dhe më shumë stabilitet financiar. Britsjapi. Një kasafort nuk mbushet brenda natës, por vjen një ditë kur gjithçka që ke ndërtuar fillon të jap frytet e veta. Kjo javë mund të jetë pikërisht ai moment. Në punë, një person me ndikim mund të vlerësojë seriozitetin dhe përkushtimin tënd duke të besuar një rol më të rëndësishëm ose një projekt me përfitime financiare.
Nëse ke pritur një pagesë, një kontratë ose një përgjigje, mund të marrësh lajmin që ke dëshiruar. Financat hyjnë në një fazë shumë më premtuese dhe një investim i menduar mirë mund të japë rezultat më shpejt nga sa prisje. Në dashuri, qetësia ekonomike do të ndikojë pozitivisht në marrëdhëniet personale dhe do të krijojë më shumë siguri për planet e së ardhmes. Nëse je vetëm, mund të njohësh një person që ndan të njëjtat ambicie dhe vlera me ty. Shëndeti përmirësohet kur redukton lodhjen dhe i kushton rëndësi ritmit të jetesës. Fati do të vijë përmes disiplinës që ke treguar prej kohësh. Kjo javë mund të shënojë fillimin e një periudhe ku puna dhe përkushtimi yt më në fund shpërblehen në mënyrën që ke pritur. Nëse mendon se kjo video lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh duke vendosur një like. Shkruaj në koment fjalën pasuria nëse je gati të hapësh derën e një mundësie të re financiare dhe na trego edhe shenjën tënde. Bëj subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet për të mos humbur asnjë parashikim. Gjithashtu, shpërndaj këtë video me dikë që mendon se meriton të dëgjojë këtë mesazh.